Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazë të nderuar, na çdo javë kemi librin Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave rreth temave të fikut. Kemi arritur tek shitblerja. Mirë, po para se më nis këtij libri, deshta me sqaru për një postim të njerit I cili mbi supe e ka marrë mbi supe kundërshtimin ndaj muslimanëve, ndaj hoxhallarëve, ndaj fesë Allahut subhanahu wa taala, dhe është e çuditshme subhanallah që ata paraprakisht unë pi jap këshilla që mas pari le ta këshyrin Biblën apo tencohen, domethënë gjëra të tilla, pastaj le të vinë edhe le ta godasin fenë Allahut subhanahu wa taala. I njëjti më herët ka folë për rreth gjarprit, apo që ka bu shaka, që ka potencu pejgamberi alayhi salatu wassalam, alayhi salatu Allah barakatuh. Tash ka fillu duke bu shaka për çështjen e urinimit, që ka potencu Muhamedi alayhi salatu wassalam se çysh me urinu. Po kjo feja jon është madhështore, o vllazni. Feja jon po, edhe për urinimin të kallzon, edhe për marrëdhëniet intime, edhe të kallzon çysh me hin derë me kom djatha me kom të majt. Çysh me dal prej xhamis e çysh me hin në xhami. E çysh me hin WC, e çka me fol, e çysh me fol, se është fe madhështore. Krejt senet I ka tregu. Mirë po, çysh thash. Nëse ti po don me godit një fe, me qatë standard ti ki me godit edhe fen tënde. Për shembull, ka ngrit, ka bo shaka rreth çështjes së urinimit. Që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, që du të me hi me komën e majt kur ti jesh në WC, pastaj mu ul, apo nuk është ndales absolute që nëse e bën në kom nuk lejohet ki haram, jo atësësi, por se e ka tregu Aisha radiallahu anha që thot rana I personit cili thot që e ka bu pejgamberi sa në kom urinimin. E dikush tjetër prej sahabeve e kanë pa që e ka bu në kom, apo e tash ku problemi këto? Aisha e ka transmetu vllazni radiallahu anha ato që e ka pa. Edhe ka thonë rana I person që thot që e ka bu në kom. Mirë po, sahabët e kanë pa, kur ka qenë me sahabët, ka qenë luftrat, ka qenë ku e dione, apo vendet ndryshme, nuk e ka bu ullur. Deri në këtë mas, thot, ky pejgamberi juj, po fol ka për urinimin, hajgarea, edhe përdor termat ullët, subhanallah. Vallai vllazni, mos me qenë një kategori e muslimanëve. Që se normalisht në çdo popull ka njerëz të ditur, ka njerëz të lexueshëm, ka njerëz të pa lexueshëm. Për juve këto trajtime s'ka nevojë, se ju I dini këto gjëra. Dhe nuk mundet ai me fut dyshime tek muslimanët. Po flasim tek praktikantët e ata që kanë një lloj njohurie. Po duhet me menu në erë vllazni edhe për një kategori të muslimanëve që s'kan njohuri. Sepse futin dyshime. Edhe po duhet mu marr me disa njerëz që fare nuk ja vlen mu marr me ata njerëz. Se I vren bazë gjuhës, I vren se çfarë niveli akademik edhe çfarë niveli të ulët kanë të komentimit gjërat sulmit ndaj islamit. E mirë, nëse ti e godet islamin me urinimin, shiko Biblën tonë çka të thot Bibla jote. Që e ka potencuar pikrisht këto gjëra. Shiko çka thot. Ligji I përtërir 23 verseti 12-13, thot, për jashtëqitjen edhe mbulimin e saj. Thot, do të kesh një vend jashtë kampit, dhe do të shkosh atje për nevojat e tua. Po të kallzon, ku ki me shku me bo nevojën? Një, e dyta. Ndër pajisjet e tua, po të kallzon edhe shka du të me marr, thot, do të kesh një kunja. Kunja është diçka që me qel, apo kupton? Thot, kur të ulesh jashtë, thot, do të hapësh një grup, dhe thot, me të dhe do të ambulosh jashtëqitjen tënde. Edhe këtu po ka Bibla? Pse tash nuk ngritesh me bon një video tjetër me godit Biblën tënde? Apo e shihni vllazni që ata me këtë standard janë të e godit edhe Biblën. Pastaj thot, pra Bibla nuk flet vetëm për gjëra të mëdha shpirtërore, po fol ka edhe për jashtëqitjen, po fol ka edhe çish me bon nevojën. Për marrëdhëniet seksuale. Bibla gjithashtu ka rregulla shumë konkrete për marrëdhëniet intime. Levitiku 15
verseti 16-18. Çka thot? Nëse një burr ka rrjedhje të farës, të spermës, duhet ta loj tër trupin me ujë dhe të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo rrobë dhe çdo lëkurë mbi të cilën ka rënë fara duhet të lahet me ujë. Po të kallxoj ka edhe çish me la spermën. Çu dhe godit e Biblën dhe thuj hajgare bën me Jezusin apo me Biblën tonë. Çu bën hajgare? Pse po bën hajgare me fen tonë? Pra nëse dikush tallet me Islamin sepse hadithet japin udhëzime rreth marrëdhënieve intime, pse është problem Islami me dhon udhëzime rreth urinimit, rreth marrëdhënieve intime, rreth ngrënjes, hajes, pijes, ku është problemi? Pastaj vllazni, na çështjen e urinimit, na jemi musliman që adhurojmë Allahun subhanahu wa taala 24 vis 7. Për neve adhurim është edhe gjumi. Nëse e bëjmë njet mu ngrit, mos gjumë fal namazin e sabat. Na e kemi subhanallah prej kushteve të pranimit namazit është edhe çka? Pastërtia. Përveç pastërtisë shpirtërore, apo e kemi dhe pastërtinë fizike. E bukur nëse ti e bën nevojën në kom, a ka mundësi mu stërpik? Pikrisht, këtu është problemi, se na 5 herë në ditë shkojmë në xhami. 5 herë në ditë na i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala. Dhe për atë arsye Muhamedi alayhis salam na ka kallëzu qysh mu kon të pastërt na. Edhe çka? Mbrojtja që është nga stërpikja e urinës. Kur urinohet në kom, rreziku është që pikat e urinës mu stërpik. Stërpik është o vëlla. Dhe këtu pastaj çfarë bëhet? Është një çështje pa pastër. Dhe është problem pastaj pranimi i namazit. E dyta, më shumë mbulim dhe turp, pozicioni ulur zakonisht e bën më të lehtë mbulimin e avretit dhe ruajtjen e modestisë. Na çdo herë e dim vllazni që jemi në vëzhgimin e Allahut. Allahu azza na shet tërkohën. Për atë arsye dhe jemi të kujdesshëm qoftë edhe në WC, subhanallah. Dhe thot çka? Zbrazja e plot e fshiksës. Nëse ti ulesh, a shtrydhet fshiksa urinës? Po. Nëse ti nuk ulesh, a shtrydhet? Jo. Se në momentin kur të ulesh, atë shtrydhet fshiksa urinës dhe del. Nëse sidomos ata që kanë probleme me prostata, me këto gjëra, apo që janë pleq, është shumë më mirë me bo urinimin në ullur me bo që mu shtrydh ma shumë dhe me dal ma shumë urinimi. A keni pa për shembull kur ta bëni analizën e prostatës, kur të shtin me pi 1 litër ujë, me këqyr si po funksionon prostata, fshiksa urinës, gjitha këto gjëra, thot çka bën nevojën dhe këqyre sa po qëndron urina në fshiksën e urinës, edhe si po funksionon prostata. Domethënë, këto gjëra janë edhe mjekësore. Hëpse shkenca nuk është kriter na që e tha, apo nuk e tha, na i besojmë fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, këta i lës, mos të bon që shara këta njerëz. I lës, që mos ta godasin me ato piskamat dhe lomotitit e tyre islamin, sepse e godisin vetveten, ju bie bumerang. Ata flasin kundër nesh, po ju bie bumerang. Sepse unë u agjej në Bibël këto gjëra. Më kanë shtit tash me studiu Biblën detaje. Pikrisht të organizata. Këto lëvizje. Që kalim ti na herë e kum lexuar në verset në sen e ku e diunë. Sot më kanë shtit në këtë kohë me studiu tash. Çdo detaj. E kjo është të mirën tonë. Se është shumë më mirë se pi studiojmë pastaj. Dhe në çfarë gjendje janë? Edhe na me lenë Allah subhanahu wa taala nuk kemi munal. Ju folni, na ju kundërpërgjigjemi. Na ju kemi kundërpërgjigj grupeve që janë muslimanëve, e s'pi përgjigjemi grupeve që janë jo muslimane. Andaj jepni, po edhe na do ta keni edhe kundërpërgjigjen tonë me lenë Allah subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.